Mirë ngjatjeta, uroj të jeni mirë dashur miq. Sonte do të flasim për një tezë, për një temë, për një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme, e cila lidhet me realitetin ton të madh global. Bota nuk do të ndryshojë. Ajo tashmë ka ndryshuar. Ne jemi zyrtarisht brenda rendit të ri botror. Dhe unë do të përpiqem t'ju shpjegoj se si dhe ku gjenden shqiptarët në tehun e mprehtë të rendit botror dhe si duhet ta lexojmë divorcin vllazëror ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës në këtë lojë të madhe të kombeve. Çfarë po ndodh realisht dhe çfarë po ndodh kryesisht në kulisa, si po luhen lojrat në Ballkan, në botë dhe cili pritet të jetë fati shqiptarëve në botën e re që po lind kaq të komplikuar dhe kaq të ngatëruar. Përpara se t'i shpjegojmë të gjitha, do të bëj një shpjegim për gjithë ata që më ndjekin për herë të parë. Ka shumë të shqetësuar për këtë kanal i cili po të shjerë të gjitha maskat e lojës Tiranës, por edhe të lojrave rajonale. Fatmirësisht dhe falë Zotit, nga ky kanal i YouTube-it kemi mundësinë të flasim dhe të shprehim lirisht, të qerrim maskat e anti-shqiptarisë dhe të hajdutëve të Tiranës dhe trojeve shqiptare të cilët po duan të na zhdukin si kom. Arsyet do t'i kuptojmë pak më poshtë. Më bëjnë një pyetje dhe më thonë, Kreshnik, ç'është ky kanal? A është parti politike? A është televizion? Është platformë? Apo çfarë është? Sepse ata po përvëlohen. Dhe ata duan që ju të lexoni të komentet, të ndikoheni dhe të ktheheni kanal. Po i shpjegoj të gjithëve çfarë është. Ky kanal është një televizion alternativ, mundësi që na e ka dhënë teknologjia dhe na e ka dhënë Amerika nëpërmjet YouTube-it të flasim dhe të mbrojmë Shqipërinë. Kjo është një media alternative ndaj llumit të Beogradit këtu në Tiranë, i cili ka pushtuar të gjitha mediat, të gjitha portalet për llogarisë së zhbërjes tonë në këtë moment, në më të rrezikshmin moment që po kalon bota. Rendin e ri botror tek i cili ne kemi hyrë zyrtarisht. Para 3 viteve, 4 viteve thonin që është një konspiracion. Atëherë kur unë shkruaja libra me detaje se çfarë po luhet dhe çfarë po bën, thonin këta kanë luajtur mendësh. Tashmë po flasin ato që ne i kemi folur para 4 vitesh. Kjo nuk ka rëndësi. Kjo është një dritare mediatike e Kreshnik Osmanit. Është një akademi gjeopolitike, pjesë e të cilës jam unë, shpjegoj unë, dhe unë kur ju shkruaj tek titrat lëvizja dhe ju tregoj se çfarë përfaqësoj unë. Detyra ime është t'i shpjegoj shqiptarëve, detyra ime është të hap një dritare mediatike alternative, t'u shpjegoj shqiptarëve, ky është misioni i kësaj dritare. Në qoftë se ju rritet numri dhe nesër bëhemi gati që vetdia është rritur dhe ka kaluar në një fazë tjetër, atëherë ju e kuptoni që Kreshniku drejton edhe një parti politike. Kjo dritare në këtë moment nuk është dritarja e një partie politike. Unë ju shkruaj poshtë sepse ju tregoj çfarë po bëj unë. Por duke qenë që ju nuk doni parti, sepse ju doni partit të cilat i krijoi Ramiz Alia dhe doni partit të cilat i hap Edi Rama, Berisha, Sorosi, Beogradi dhe lojtarë të tjerë rajonal, unë nuk kam më fuqi ta bëj këtë. Çfarë do bëj? Kam fuqi t'i shpjegoj shqiptarëve. Mbasi të bëhemi shumë, i tregojmë shqiptarëve që shiko, e kemi dhe partinë politike, jemi makinë me letra, nuk ecim pa targa. Ndaj, po deshët të shpëtoni Shqipërinë, ja ku është makina, mund t'i hipin. Është gati. Deri atëherë, kjo do të jetë një media e cila do të çirë të gjithë llumin që luhet në Shqipëri, natë për natë e ditë për ditë, duke shpjeguar botën dhe duke shpjeguar Shqipërinë. Se çfarë flitet në këtë kanal, e vendos vetëm Kreshnik Osmani. Ju ka njerëz të cilët më shkruajnë për të hutuar njerëzit dhe thonë, për çfarë duhet nese, ç'na duhet nese, çfarë ndodh në lindjen e mesme, në Iran, në Amerikë, ne kemi hallet tona. Populli ynë i dashur ka thënë,
ku di dhia se që është tagjia. Ky kanal nuk është për dhit, as për delet, as për lopët. Zoti kur i ka nda këto histori, ka ndarë kështu. Disa njerëz nuk janë për shkollë. Dhe shkojnë, punojnë. Disa njerëz kanë dashur të shkollohen, por nuk i la diktatura kriminale e Hoxhës këtu, dhe nuk patën mundësi të shkollohen, po shkollohen tashmë në pleqëri. Disa të tjerë kanë etje për dije dhe për dituri. Nuk kanë pas mundësi t'ja jap jeta, i mësojnë sot falas në këto kanale. Ti që nuk ke interes, ti thjesht kalon tek habitati dhe tek kanali yt. Ti urgjentisht kalon tek Big Brotheri, ke përthithen, ke kjo, ke ajo. Ato janë kanalet e tua. Ti nuk je për këtu. Jo të gjithë njerëzit mund të shkojnë në universitet. Jo të gjithë njerëzit mund të shkojnë në shkollë të lartë, mund të bëjnë master, doktoratura. Shkojnë ata që kanë dëshirë të dinë, ata që kanë dëshirë të mësojnë, ata që kanë dëshirë ta ushqejnë shpirtin me dituri, ata që ndjejnë lumturi nga kjo. Në qoftë se ti nuk ndjen lumturi, ti nuk je thjesht, ti thjesht nuk je në vendin e duhur. Ndaj, kalo tek kanalet tuaja, shko tek Rama, shko tek Berisha, ke njerëzit që ti mendon se janë për ty. Shko në Arktim, shko në porno, shko në film action, shko në Netflix, shko ku duash ti. Tashmë ne jemi në rend të ri botror dhe duhet ta kuptojmë ku po shkojnë shqiptarët. Unë jam një shqiptar si kur ju, detyrat e mia i bëj ndaj kombit nëpërmjet kësaj dritareje. E pëlqen, e sheh. Nuk e pëlqen, ti direkt kalon ke kanalet që i sheh. Detyra jonë si media që na ka dhënë mundësinë teknologjia, ne spysim më për kanalet e tyre, është do t'i qerri maskat këtyre deri në fund, do t'ja kthejmë jetën malore. Nuk më intereson mu mërzitesh ti apo të bëhet qefi ty. Mu nuk më intereson sepse unë nuk lidhem me ty, unë nuk varem nga ty, unë nuk jam në mëshirën tënde. Unë jam i lidhur me njerëzit që kanë rënë dashuri me Shqipërinë 1 dhe me informacionin 2. Unë nuk kam lidhje me njerëzit e rrugës, të cilët nuk din me shkruajt emrin e vet. Ai nuk e kupton këtë çfarë po them unë. Apo me patronazhistin, apo me drogumin, apo me pianecin, apo me drogaxhiun, apo me atë që vjen këtu dhe nuk e kupton se çfarë po them. Kjo është për njerëz të rritur, adult dhe të pjekur. Shqipëria në këtë moment ka nevojë për një zë ose më shumë zëra, të cilët duhet të thonë shqiptarëve atë që nuk ja thot tjetër kush. Unë po bëj këtë. Mua më mbështet YouTube-i, më mbështet teknologjia. Ti nuk e bën, sepse nuk do. Sepse ti mendon që unë jam si të tjerët, po bëj punën time këtu. Atëherë, më lini mua dhe teknologjinë të vazhdojnë punën time tek kjo media. Në qoftë se do të bëni politik, e jani në shesh. E jani tek zyrat e partisë, e jani tek Lëvizja Dheu, të bëni atje. Kjo është dritare mediatike, nuk është dritare partijake. Që ta keni qartë. Misioni im për t'i çmontuar dhe për t'i qerrë maskat anti-shqiptarisë është 10.000 herë më i rëndësishëm se sa aksioni im politik. Sepse nuk ka politik nëse nuk ka vetëdije. Dhe nuk ka vetëdije pa dituri dhe pa informacion dhe pa zhbllokim të truve. Bota është në pikën e hallit sepse jemi zyrtarisht në pjesën tjetër të planetit. Po çfarë u thon shqiptarët? Shqiptarët vazhdojnë t'i mbajnë me rena. Cilat janë renat? Integrimet euroatlantike, Bashkimi Evropian, aleati strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, spaku kjo tërci përci, këto janë të gjitha rena. Çfarë do të thotë kjo? Gjithçka ka qenë deri tani ka ndryshuar, nuk është më. Pra ne si shqiptar e kemi detyrë të shohim gjërat ndryshe në këtë moment. Sepse nuk mundemi më të shohim me syrin e të shkuarës, sepse do dalim në rezultate gabim. Kemi 2 njerëz që kontrollojnë Shqipërinë.
Edi Rama dhe Sali Berisha. Të dy bashk janë produkte politike dhe shoqërore dhe faktor të prodhuar nga kush? Nga sistemi i vjetër botëror, i cili ka rënë. Shqiptarët deri më sot ishin aleat të mëdhej të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Lojtarët e Tiranës, Edi Rama dhe Sali Berisha, e kanë kuptuar që rendi i vjetër botëror tashmë ka rënë. Ndaj Edi Rama e kërcënon Amerikën me Kinë dhe do t'ju a them tani se pse e bën këtë, ndërsa Berisha ka një skem tjetër, që është të mbijetoj vetë politikisht, sepse është 82 vjeçar, dhe të shikoj në këtë oqean të madh kuj do t'ja trashëgoj legacinë Berisha. Ka që thjesht është. Ju si shqiptar duhet ta kuptoni se keni një detyrë të shenjtë sot. Detyra juaj e shenjtë është të kuptoni mirë lojën. Nëse nuk e kupton, nuk do të hedhësh hapin e duhur. Rama dhe Berisha ishin të dy lojtarë të cilët erdhën me konsensusin e Ramizalis në 91-shin, i cili shkoi tek amerikanët u morë vesh me ta për pluralizmin politik, erdhën lojtarë të ri, u hapën ca parti, por ishin të kontrolluara nga e njëjta dorë. Tashmë kjo epokë ka mbaruar. Edi Rama dhe Sali Berisha janë jashtë lojë, sepse rendi botëror në Amerikë ka ndryshuar dhe atje, edhe skemën edhe lojën. Berisha nuk është më në lojën e tyre, sepse një, përpara se të ndryshonte rendi e shpallën nën grata, dhe tashmë që erdhi Donald Trumpi nuk po ja heq nën grata. Çfarë ju kam thënë? Në qoftë se Berishës Donald Trumpi ja heq nën gratën, Berisha do t'jetë lojtar taktik, momental, 1 vjet, 2 vjet ose 3 vjet, sepse pastaj s'ka më fuqi, është 85 vjeçar. Por nëse nuk ja heq Washingtoni i Donald Trumpit nën gratën, do të thotë që Berisha ka marrë X, nuk mundet më të jetë lojtar. Berisha thotë, unë do të bëhem lojtar sepse unë do të imponohem me forcën. Me cilën forcë? Me forcën e rrugës. Ndaj, çdo 2-3 muaj i merr njerëzit me shëtitje në bulevard, i thot për t'i ftuar, e jani se sot është dita e fundit e Ramës, i nxjerr në bulevard, hedh ca molotov atje, që fotografi nga këtu, kur të kap Berishën me flamurin shqiptar, atje t'jen flakët duke dalë nga kryeministria. Dhe kjo foto i mobilizon njerëzit shumë. Berisha po bën atë që duhet të bëj, për veten e tij ama, jo për shqiptarët. Ndërsa Edi Rama e ka kuptuar që Berisha nuk është më, dhe kishte një nga lojtarët që e mbante atë në pushtet, duke u treguar sistemit të vjetër dhe shtetit të thellë amerikan që ka shpallur Berishën në grada, duke i thënë shtetit të thellë amerikan, dëgjoni këtu, në qoftë se iki unë, nuk kemi më lojtar të ri, sepse pas meje vjen Berisha. Berisha mendon se mundet të kthehet me dhunën e rrugës dhe të fuqinë e protestuesve. Këtë nuk e hanë më në Washington as në Bruxelles. Pse? Sepse ju a kam thënë, atje e kanë marrë vendimin që nuk e duan më Berishën lojtar. Berisha është në të drejtën e tij për të luftuar, por nuk është në të drejtën e tij të na bindë ne se ai është alternativa e vetme e Edi Ramës. Kjo është kyçi. Edi Rama i thot tashmë Deep State-it, që është shteti i thellë. Kush është shteti i thellë? Përtej konspiracionet. Shteti i thellë është ai i cili i kap presidentët amerikan për veshi, i çon raportin ke zyra në 7:30 të mëngjesit, bashkë me raportin e CIA-s, dhe i thot detyra jote në 24 orët e ardhshme është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe ai nuk guxon me dal nga këto linja. Kushdo qoftë, demokrat apo republikan. Brenda shtetit të thellë në këtë moment, i cili
po ristrukturon hartën e fuqive botërore dhe hartën e re të influencave në botë, ka lëvizje ekuilibrash brenda radhëve të shtetit të thellë, brenda radhëve të Pentagonit, brenda radhëve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Po lëvizjen ekuilibrat brenda shtetit të thellë, dhe këto lëvizje reflektohen në turbulenca në sistemin botëror në tërësi. Dhe kjo po bën që bota është çoroditur komplet dhe ti nuk e kupton dot me sy të lirë, si lexues i lirë, kur sheh çdo Britania që shkon në Kinë, çdo Trumpi që i thot Inglizit është tepër e rrezikshme, i tha Keir Starmerit, që të shkosh në Kinë. Anglia, anglosaksonët, Britania e madhe, kurora e pushteti më i madh në planet, që drejtonte oqeanet, bankat edhe të gjithë ekuilibrat botëror në kohën e mbretëreshës, sot është në përplasje direkte me aleatin e saj më të madh. A është film apo është përplasje e vërtet? Kjo duhet kuptuar tek ekuilibrat e lojës së madhe në Washington. Që do të thotë, pjesa e shtetit të thellë, e cila i përket të majtës liberale dhe qytetërimit ofertës perëndimore liberale, është në përplasje me pjesën e shtetit të thellë, që është aneks i konservatorizmit sovranist, aty ku do të ngjitet Berisha tashmë. Rama dhe Berisha e kuptojnë shumë mirë lojën, sepse janë lojtarë të vjetër politikisht. Dhe ne kur i kritikojmë, nuk jemi duke nënvlerësuar as pak aftësinë e tyre për të bërë shejtanllëqe. Unë ju kam thënë, edhe Rama, edhe Berisha janë lojtarë, janë dhelpra të vjetra. Dhe nuk janë idiot, e din shumë mirë. Problemi është që dhelpërinë e tyre nuk po e përdorin për interesat e kombit, por për interesat e tyre personale. Ata e din që njëri krah i shtetit të thellë në Amerikë, që dikton politikën e Trumpit dhe të Bidenit dhe të cilit do president amerikan që do të vi, bashkë me Pentagonin dhe Departamentin Amerikan të Shtetit, këta të dy e din mirë që në këtë moment janë jashtë loje, të paktën vendimi i drejtanishëm. Si e kuptojmë Kreshnik që ka vendim të drejtanishëm që Rama dhe Berisha janë jashtë loje? Është shumë e qartë. Nëse Berisha vazhdon të jetë non grata, ai po i lu komët në ajër kot. Nuk mundet të jetë lojtar as taktik, sepse vendimi tek lozha ku Berisha kërkon që ta rikthejnë dhe ta marrin në konsiderat, nuk është në favor të tij. Duke qenë që rendi i vjetër botëror, ish shteti i thellë dhe ish administrata amerikane, FBI, Pentagoni, Departamenti i Shtetit, CIA dhe gjithë qendrat vendimmarrëse të politikës botërore, kanë marrë vendim që spaku të shkoj përpara, do të thotë Rama dhe Berisha janë jashtë loje. Rama dhe Berisha tashmë po bëjnë lojën tjetër. Do të vi dhe tek zoti Kurti pak më poshtë, sepse është shumë e rëndësishëm të kuptojmë edhe divorcin vëllazëror ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës dhe kujt i shërben ky divorc në këtë moment. Shqiptarët duhet i kuptojnë mirë të gjitha këto, sepse nëse nuk i kuptojnë, janë duke rraf ujë në hava kot. Rama dhe Berisha e din që janë jashtë loje dhe tashmë çfarë po bëjnë? Po luajnë me dy dek. Ndërkohë që synojnë të mbajnë një këmbë tek Donald Trumpi dhe pjesa e Deep State-it që është e lidhur me Donald Trumpin, u a thash, Deep State-i tashmë është në dy rryma brenda. Është rryma konservatore dhe rryma neoliberale. Këto po përplasen atje brenda. Ndërkohë që këto po përplasen brenda,
Ju nuk i dini detajet, as unë nuk i di. As këta karikaturat që dalin nëpër televizione dhe bëjnë lajme tituj bombastike, nuk i din. I di tjetër kush. Këta po mbajnë një këmbë tek Donald Trumpi dhe çojnë lobist, paguajnë para ose në Tel Aviv ose tek Netanyahu, që është pjesë e klanit sionist, hebre, ateist, që ka pjesë me pjesën e deep state-it, ka lidhje me pjesën e deep state-it, që është konservator dhe sovranist, aleanca hebraike me, apo aleanca sioniste me deep state-in dhe me pjesën e protestantëve amerikanë, të cilët thonë aleanca jonë është e përjetshme, sepse ata presin të vijë Mesia, dhe Mesia nuk vjen pa u bërë Izraeli madh, në terma të përgjithshëm. Këtu nuk do hymë thellë sepse do të humbasim, është shumë e thellë ndoja. Por të rrim sipër ka ajo që duket. Kancelari gjerman Merz ka dalë me një fjalim në Bundestag dhe ka njoftuar militarizimin e Gjermanisë, që do të thotë nuk ka më, tha zoti Merz, Gjermani pa armë. Kjo duhet ta harrojmë. 2. Gjermania do të jetë fuqia më e madhe ushtarake e Europës dhe do drejtojë Europën. 3. E vetmja mënyrë që të jemi lojtar në rendin botëror të ri brenda të cilit jemi, thot Gjermania kështu, është të ushtrojmë demokracinë dhe vlerat europiane nëpërmjet forcës. Dhe forca nuk vjen pa ushtri dhe pa armatim. Ju që më keni ndjek për natë, sa herë ju kam thënë e vetmja mundësi që të bëhemi të fortë apo që të na marrin në seriozisht fuqitë e mëdha është që bëhemi të fortë. Ju a kam thënë çdo natë. Nuk ka mëshirë në këtë botë. Shqiptarët e kanë hëngër në Kongresin e Berlinit, e kanë hëngër në Londër, e kanë hëngër në çdo lloj marrëveshje ndërkombëtare që është bërë. E kanë hëngër në Jaltë, ngelën këndej nga lindja. Ishin jetim në mes të 4 rrugëve. Dhe çfarë bën fuqitë e mëdha? Përkëdhelën Serbinë dhe na e zhytën ne. Pse ishin pa fuqishëm, perandoria osmane kishte rënë, këtu s'kishte asnjë cover, s'kishte asnjë mbulesë, s'kishte asnjë gjë, dhe shqiptarët ishin në mes të 4 rrugëve. I 1990 shkoi Wilsoni atje në konferencë të paqes Paris dhe nuk lejoi coptimin e Shqipërisë përjetësisht mirënjohës Amerikës për këtë ndërhyrje. A e bëri për sytë tuaj të bukur Amerika? Jo, e bëri për interesat e veta që puqen me interesat tona. Britanikët bën atë që bën, na e zhytën, na coptun, dhe pavarësisht edhe traktati i Berlinit, kur u ndan pra historitë e ekuilibrave, edhe pse Serbia e kishte me detyrim mos përvetësonte trojet shqiptare, ajo na bëri llokma dhe vazhdoi ta japë. U kryen mbi shqiptarët genocid, u kryen masakra të pafundme nga të gjithë fqinjët tanë. Ne tashmë jemi në një rend të rit botëror të ngjashëm me luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore. Amerika, edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë botërore, pasi janë zhvilluar luftrat, ka ardhur dhe ka ndërhyrë në 4 mujorshin e fundit. Po të shihni luftën e parë botërore, erdhi ndërhyri për të mbështetur aleatët në Europë, erdhi ndërhyri në maj, lufta e parë botërore mbaroi në gusht 1918. E njëjta gjë në luftën e dytë botërore. Pas Kasaphanës erdhi Amerika, ndërhyri dhe vuni rregullin. Tashmë bota po ndahet ndërmjet Amerikës, Rusisë dhe Kinës. Çfarë ju tregojnë prallat të tjera me liri, me demokraci, me spak, me kësoj gjërash, me gjykatë kushtetuese, me ballu, këto janë prallat që i tregojnë për të mashtruar shqiptarët.
por unë do ju them atë që ju duhet ta dini, pastaj si veproni, si e kuptoni, si reagon ndërgjegja jote, kjo është çështje tjetër. Në këto kushte, edhe Rama dhe Berisha po na mbajnë peng. Rama për pushtetin e vet, sepse po kërkon ti imponohet deep state-it amerikan nëpërmjet Benjamin Netanyahus, dhe duke menduar, Edi Rama është dinakrisht dhe djallëzisht i zgjuar, shkon dhe mendon se duke qenë që tek pjesa e deep state-it neoliberal ka Alex Sorosin, vëllain e tij të ngushtë, birin e George Sorosit, që është investuesi më i madh i Edi Ramës, ai thot, lojën tek deep state-i majt marruan Alex Sorosi, tashmë po shkoj edhe tek Bibi Netanyahu. Ose është prish me lobin e majt dhe ata do ta çojnë në kosh të plerave, ose Alex Sorosi i ka thënë, shko luaj me Netanyahun, bën vaki të shpëtojnë ata, sepse ti je jashtë loje, dhe nëse ndryshon loja nesër në Amerikë, ti prap je brenda lojës tonë. Dhe ky është makinacioni që po luan Edi Rama. Edi Rama është më i ri në moshë se Sali Berisha. Berisha e ka më me ngut lojën. Çfarë po bën? Po përpiqet të kapet nëpër Europë e nëpër këto qarqet liberale të majta, po përpiqet të godas, të trokas në Athinë, ju lutem më shpëtoni, se Edi Rama është me Erdoganin, është me armikun tuaj shekullor, po përpiqet i thot Europës, unë jam me ju, po më gjeni në një formë të mbjetoj, shkoj atje, i fikën mikrofonin në Europë. Pse e bën Berisha këtë? Sepse nuk ka çfarë të bëj tjetër. Këtë duhet ta bëj. Nuk ka më rrugë tjetër për të. Kohën e ka të limituar dhe do të bëj gjithçka Berisha që të mbetet brenda loje. Dhe o do të mbajnë qarqet liberale të majta në Europë, siç janë qarqet franceze nga ku është Gainsbourghi, avokati më i mirë dhe më i fortë i Berishës që flet nga Parisi. Pra qarqet e Macronit, Macroni është fuqia më e madhe në Europë. Bashkë me Gjermaninë, Gjermania është më e tërhequr. Gjermania tani thot, unë do jem fuqia e re më e madhe e Europës. Po bën edhe aleanca Merzoni, për cilën ju fola para 3 netësh, me Giorgia Melonin, në mënyrë që kur të bie Emmanuel Macroni, o këtë vit, o vitin tjetër kur ka zgjedhjet, Gjermania bashkë me Italinë të bëjnë të rjenë fuqia e re e botës së ardhshme. Po kur të jetë kjo botë e ardhshme, po Shqipëria dhe shqiptarët ku do të jenë? Edi Rama, në qoftë se nuk bie deri në fund të marsit apo deri në fund të prillit, për mendimin tim ka rënë, është i rënë, sepse është bërë kosto për sistemin dhe për perëndimin dhe për shtetin e thellë në Amerikë. Është bërë kosto. Mbrojtja e Edi Ramës nga Washingtoni do të ishte shkatrim i imazhit të Washingtonit ndër shqiptarët. Dhe shqiptarët do ta kuptojnë që janë shit. Ku janë shit? Ke Edi Rama. Këtu vjen divorci vllazëror, Rama-Kurti. Këtu kemi 2 linja paralele ndër shqiptarë. Rama dhe Berisha janë 2 lojtarë të një trupi, janë një trup me 2 koka, që luajnë me 2 teza të ndryshme për të njëjtën lojë, që ata të kenë monopolin e politikbërjes në Shqipëri, ndërsa zoti Kurti po luan me linjën unë do të sakrifikoj marrëdhëniet e mia me perëndimin, por do të vendos sovranitetin. Pra, Kurti thot sovranitet mbi Kosovën, refuzim të zajednicës dhe të kompromisit, edhe nëse kjo na prish me ndërkombëtarët. Do luaj linjën e ashpër. Rama bashkë me Berishën do luajnë linjën t'i bëjmë qefin Beogradit, sepse kështu ka qef Londra, Parisi, dhe kështu mund të ketë qef edhe qarqet caktuara në Washington, dhe kështu i themi
perëndimit që ne jemi gati t'ja dorëzojmë shqiptarët sundimit të Beogradit dhe nën tutelën e stabilitetit u themi atyre të vazhdojmë qeverisim shqiptarët, kush? Rama dhe Berisha. Rama dhe Kurti kanë dhe rivalitetin e brendshëm ndërmjet tyre se kush do t'jetë lideri i shqiptarëve në botën e re që po vjen. Rama ka mbaru punë, sepse është shndërru në një kosto të madhe për sistemin. Ndërsa Albin Kurti, siç ju a kam thënë, dhe ju a kam përsërit vazhdimisht, nuk është në përplasje me amerikanët, ashtu siç thonë ambasadorët amerikan her pas here. Albin Kurti është në rol të përcaktuar qartë me amerikanët, do të luash sovranistin, ne do të themi jo dhe ty do të rriten pikët. Dhe kështu amerikanët nëpërmjet një konflikti me zotin Kurti prodhojnë liderin e fortë dhe shqiptarin që është gati të përplaset edhe me Amerikën vetëm e vetëm për të ruajtur interesat e Kosovës. Dhe këtë profil e do vetë Amerika për të kriju balans ndaj Vučićit dhe të gjitha planeve shoviniste serbe dhe përrjedhoj edhe ruse dhe qarqeve slave këtu në Ballkan, kundër interesave amerikane dhe kundër interesave të shqiptarëve. Përrjedhoj, Edi Rama e sheh kompeticionin me Albin Kurtin tepër të rrezikshëm për të, ndaj po bën gjithçka që të shes çfarë të mundet, vetëm e vetëm që të marrë një të pestën e rolit që ka marrë Albin Kurti. Unë a kam shpjeguar, keni tek videot poshtë. Albini nuk është budalla që të prishet me Amerikën, mos i hani këto. Edhe vllaznia jo në Kosovë, edhe në truhet shqiptare. Albin Kurti ka qenë një lojtar që ka qenë konsistent, vjen nga deep state-i dhe nga loja e rendit të vjetër botëror, është produkti tyre dhe ja ka dalë të mbijetoj të paktën deri tani si lojtar në rendin e ri botëror. A do të vazhdoj të jetë Kurti lojtar qendror apo jo? Këtë e din ekuilibrat e lojës në Washington. Në qoftë se në Amerikë ka konsensus brenda shtetit thellë që Albinin e dum lojtar për të ardhmen, ai do të vazhdoj të jetë lojtar për të ardhmen. Në qoftë se triumfon ana dhe pala që do ta largojmë edhe Kurtin, Kurtit do t'i sajojnë 500.000 historike, vjedh zgjedhjet, ke manipulu zgjedhjet përgjithshme, edhe do të përpiqen ta godasin fort. Kjo është ajo që duhet bëhet gati Kurti atje. A do t'ja arrin apo jo? U a thash, kjo varet nga loja që do të luhet në Washington. Këtë nuk e vendosin fatkeqësisht, nuk e vendos populli. Duhet ta keni parasysh se mos ju rrëb mendja se e vendos populli. Populli shpreh sovranitet, shpreh vullnet, po t'u vun ata lart me t'i çmontu kockat, t'i çmontojnë kockat dhe të hedhin në kosh të plerave, kush do qofsh. Kurti e di këtë, por Kurti di dhe diçka tjetër. Që Kurti e ka mbrojt veten dhe kush është arma e fortë e Kurtit. Kurti ja ka dalë që të jetë një lojtar që nuk ka pislëqe mbi sup. A ka akuza për korrupsion? Pa diskutim që opozita ka bërë dhe atje. Edhe mund të ketë bërë korrupsion, siç thot opozita e Kosovës. Unë nuk i di këto. I kam gjuar për mediave në Kosovë. Por, Kurti ja ka dalë që të marrë imazhin e liderit të pastër. Nuk ka dakord, nuk ka rëndësi nëse je me Kurtin apo je kundër tij. Ai ja ka dalë të ndërtoj imazhin e sovranistit, e njeriu edhe pse majtist i fort apo leftist i fort, globalist i fort dhe pranë qarqeve të Sorosit, Kurti ja ka dalë që të thotë për sistemin dhe për rendin e vjetër dhe të ri botëror që unë jam lojtar tek i cili investimi juaj nuk ka shkuar dëm. Pse s'ka shkuar dëm? Sepse Albini sot ka popularitet të lartë në Kosovë dhe në trojet shqiptare.
Ndaj Kurti i ofrohet sistemit të ri botëror si një rival i drejt për liderin e shqiptarisë ndaj dy kartave të djegura të Tiranës që janë kush Rama dhe Berisha. Sepse kjo e përsi e Kurtit i jep atij një lloj qetësie e cila duket qartë që manifestohet sot tek qëndrimet e Prishtinës që janë shumë të kujdesshme. Një, nuk e nxjerrin në sipërfaqe rivalitetin Albin Kurti Vjosa Osmani, edhe pse zonja Osmani tentoi që të krijojë një lloj terreni dhe e përsie ndaj zotit Kurti në momentin kur pati takimin e dashamirës me Washingtonin dhe me Donald Trumpin, Albin Kurti me shumë dinakri e kaloi dhe e ka përdhiu pa treguar që ndjehet i rivalizuar nga Vjosa Osmani. Dhe çfarë bën? Me shumë kujdes, edhe pse i përket elitave liberale të majta, ai del dhe thot: unë jam i gatshëm të kontriboj për popullin e Gazës, sepse ka dhe sensibilitet, ka 90% musliman të popullit brenda, dhe ai do ta përdor, sepse çdo lider politik i përdor ndjenjat fetare për këtë histori. Dhe çfarë tha zoti Kurti? Ne tha do të bëjmë pjesë tek bordi i paqes, të ishte për Kurtin as për 2000 vjet nuk futet ke bordi i paqes. Sepse Kurti i përket asaj pjese të Europës dhe të Amerikës së Thellë që është kundër bordit të paqes dhe kundër Donald Trumpit. Kurti çfarë tha? Ne do t'japim kontributin ton për popullin e Gazës nëpërmjet bordit të paqes që krijoi presidenti amerikan, dhe kështu do të ruajmë, tha, marrëdhëniet e shkëlqyeshme me aleatin ton të madh. Pa çka se mbështetësit e Kurtit një pjesë e tyre nuk e shohin dot me sy Amerikën. Kurti ja del që t'i mbaj ata të mobilizuar për momentet e tij të rrezikut, dhe Amerikës vet i lëshon mesazhe paqeje dhe bashkëpunimi edhe Amerikës së Donald Trumpit për të fituar supremacinë që ka ndaj dy lojtarëve të Tiranës, Rama dhe Berisha, dhe në mënyrë që ai të vazhdojë të jetë. Dhe sot Kurti, të paktën deri në këtë moment që po regjistrohet kjo bisedë, është kandidat rival më i fortë për të qenë lideri i shqiptarëve deri në këtë moment. Në qoftë se Amerika ka karta të tjera nën mëng, ato do t'i shohim dhe amerikanët nuk i zbulojnë para kohe kartat e tyre. Ato ndodhin dhe ju e gjeni veten përballë faktit të kryer. Ndaj, divorci vllazëror sot ndërmjet Albin Kurtit dhe Edi Ramës me Sali Berishën është një divorc i cili ka në themel tentativën e tyre për të ruajtur leadershipin dhe lojtarin kryesor në trojët shqiptare, dhe ky divorc vllazëror na e dobëson unitetin Shqipëri-Kosovë dhe na bën çështjen shqiptare si një makinë me dy timona. Timoni i Ramës dhe i Berishës është në një tjetër drejtim, timoni i Albin Kurtit është në një tjetër drejtim. Dhe kjo rrezikon ta përplas makinën shqiptare sot në rendin e ri botëror, pjesë të cilit ne jemi. Nuk e di a ja dola të jemi qartë apo jo. Pra, sot ne në Tiranë kemi detyrë, vëllezërit e mi dhe motrat e mi shqiptar, që të kuptojmë mirë këto detaje dhe pasi t'i kemi kuptuar t'i shndërrojmë ato nëse keni ju dëshirë në aksion të mirëfillt politik. Unë në këtë moment jam aksion mediatik. Dritarja televizioni Kreshnik Osmani me çmision qirjen e maskës së të gjithë lojës anti-shqiptare, për ata që kanë mendje. Me çfarë? Me fakte, me prova, me qetësi, me argument dhe me qirje maskë. Vëllezërve tanë të ndyrë patronazhist kjo nuk i pëlqen, po i përvëlon shpirtin.
por ne nuk do të ndalemi se nuk u pëlqen atyre. Do të vazhdojmë, sepse Shqipëria është në pikë të hallit. Dhe makina me 2 timona e trojeve shqiptare dhe divorci vllazëror Tiranë-Prishtinë rrezikon të na përplas dhe të na çojë në humner, në atë humner ku askush nuk donte të binte. Ka shumë për të folur, ka shumë për të diskutuar, në nivel Amerike, në nivel Europe, në nivel Amerike të thellë, në nivel Ballkani, Serbia, Greqia, shqiptarët, Turqia, loja e secilit, ekuilibri i brisht i brendshëm i lojës politike shqiptare, ekuilibrat e brisht të Ballkanit dhe ekuilibrat e brisht ndërkombëtar do të na bëjnë që të shohim me kujdes në orët në vijim. Amerikanët janë në prag goditje të Iranit, unë dyshoj shumë se do të shkojnë në një goditje, por gjithçka mund të ndodhë. Sepse Trump tha, dua marrëveshje, tha, dhe nuk dua që t'i përdor armat. Kjo doje mision vete të shpjegohet vetëm kjo. Ndërsa Irani po luan dhe ai për llogaritë të rusëve dhe të kinezëve dhe të lojës së tij të brendshme. Turqit po luajnë fort, sot presidenti Erdogan ka telefonuar presidentit iranian Masud Pezeshkian dhe kanë folur për momentin jashtëzakonisht delikat. Lindja e mesme do të përcaktojë ritmin e lojës amerikane, loja amerikane do të përcaktojë ritmin e lojës europiane, e lojës euroatlantike, e të ardhmes së aleancës anglo-saksone dhe aleancës liberale perëndimore transatlantike dhe aleancën dhe marrëveshjen ndërmjet Kinës dhe Bashkimit Evropian, Kinës dhe Amerikës, Kinës dhe Rusisë dhe Kinës dhe Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Loja është e madhe. Unë jam Kreshnik Osmani, për ju që më shihni për herë të parë, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, që nuk vlen për të gjithë. Është vetëm për ata që kuptojnë dhe duan të kuptojnë gjëra që nuk thuhen nëpër televizionet e tjera. Kaq për sot, pjesën tjetër detajeve ju e dini si gjithmonë. Vijoj në numrin e ardhshëm.